Familja shqiptare po kalon në një tranzicion të thellë dhe të gjatë, duket se kushtet ekonomike, emigracioni, pagat e ulta dhe pamundësia për të mbyllur kështu muajin janë shndruar në faktorët kryesor, të cilët po ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në uljen e numrit të martesave, por nga ana tjetër në rritjen e numrit të divorceve. Të dhënat zyrtare konfirmohen nga Instat, edhe pse numri absolut i divorceve ka luhatje. Raporti tyre për 100 martesa është rritur dukshëm, nëse në vitin 2021 për çdo 100 martesa kishte vetëm 15.8 divorce, ndërsa më në 2024 ky raport arrin në rreth 25 divorce për 100 martesa, niveli më i lartë i 5 viteve të fundit. Martesat po vinë gjithnjë në ulje për faktorë që lidhen me emigracionin dhe rënien e të rive që redukton bazën e popullsisë e cila martohet. Presioni ekonomik është bërë një faktor vendimtar, si për moslidhjen në martesë, ashtu edhe për divorcet. Të rritë përballen me paga të ulta, qira të larta, apartamente të papërballueshme, për të blerë dhe vështirësi serioze, për të krijuar kushte të qëndrueshme për një familje. Si rridhoj martesa shtyhet në kohë ose shmanget krejtësisht, nga ana tjetër divorcet po vinë në rritje, nga vështirësitë financiare që nxisin tensione, edhe brenda familjeve. Gjithashtu edhe mentaliteti po ndryshon. Tashmë, të rinjt janë duke ju përkushtuar arsimimit dhe kualifikimeve, duke shtyrë për më vonë martesën. E njëjta gjë duket se po ndodh edhe me gratë, të cilët, duke qenë në kushtet e pavarësisë ekonomike, gjithashtu zgjedhin ta shtyjnë martesën.